Nga 0 në minus 50 euro për megawatt orë është kufiri i ri më i ulët i lejuar për çmimin në tregun e ditës në bursën shqiptare të energjisë. Vendimi i entit rregullator erdhi pas kërkesës së operatorit Alpex, që argumentoi se zhvillimet në tregjet europiane dhe rajonale kanë sjellë rritje të rasteve me çmime negative, ndërsa edhe në bursën shqiptare janë regjistruar oferta me vlera nën zero. Gjatë vitit 2025, volumi i energjisë së tregtuar në Alpex u rrit me rreth 39% krahasuar me një vit më parë. Vetëm në zonën shqiptare të ofertimit u tregtuan mbi 1 milion megawatt për orë, ose rreth 26% më shumë se në vitin 2024. Por mekanizmi ekzistues kishte arritur kufirin e tij. Nga janari deri në 18 prill, çmimi arriti 13 herë nivelin minimal prej 0 euro për megawatt orë, ndërsa edhe pas ankandeve të dyta pjesëmarrësit nuk ndryshuan ofertat. Në kushtet kur prodhimi i energjisë është më i lartë se kërkesa, çmimet negative shihen si zgjidhje e skajshme e uljes për të balancuar sistemin, pasi energjia elektrike duhet prodhohet dhe konsumohet pothuajse në të njëjtin moment. Krahasimisht me rregullimin e çmimit deri në vlerë negative, sipas bursës së energjisë, vendimi ngre nga ana tjetër pyetjen për konsumatorin. Sipas Bankës Botërore, infrastruktura energjetike e Shqipërisë ka një eficiencë të lartë, përfitimet ekonomike dhe sociale që sjell janë mbi 4 herë më të mëdha krahasuar me kostot e financimit dhe mirëmbajtjes së saj. Në një sistem ku një pjesë e rëndësishme e prodhimit vendas vjen nga hidrocentrale strategjike të vendit, kthimi i këtij avantazhi ekonomik në çmimin që paguan konsumatori është prej kohësh një sfidë e dukshme. Nëse tregu i shumicës krijon periudha me çmime shumë të ulta apo edhe negative, sfida që ky efekt të jetë i matshëm dhe të reflektohet në një formë të drejtë edhe tek familjet dhe bizneset është një mundësi jo vetëm teorike.